por gjithsesi ai është një emisar i Donald Trump, i presidentit amerikan për misionet të posaçme dhe i ka reaguar zonjës Osmani si presidente e vendit kur ka thënë se administrata Trump ka qenë më e afërt dhe kjo qeveri ka qenë ose kjo përfaqësi po e quaj kështu politike republikane ka qenë më e afërta me Kosovën e pas luftës dhe anasjelltas me një farforme, ndërkohë që Grenell i referohet thotë ajo po gënjen, thotë ekipi Kurti Osmani ka qenë katastrofë dhe gjithë dhe shohim qartë. Thotë ajo thotë gjithçka për mbijetesën e vet politike me një farforme. Dhe ky mesazh vjen nga përtej oqeanit në një situatë kur zonja Osmani është parë shumë e afërt me presidentin Trump, sidomos në dy elementet, qoftë në Davos, qoftë në... A është kjo e re, apo është e mëhershme? Jo, kjo është e re. Tash, kuptohet... Kjo është e re e sotshme. Po, kanë lënë, si me thonë, pasoja, qëndrimet e përvoja e kalume, po mendoj që duhet me i te kalu tash këto, pra të gjithë ne, është një fakt i ri, është një realitet i ri, zonja Osmani pra ka një ndarje me zotin Kurti, që thushe ende këtyre ekip, nuk mendoj që është e vërtet, pra nuk janë ekip. Realisht mund të thuhet që sa ishin ekip. Sa ishin ekip kanë funksionuar keq? Mund të thuhet, pra qëndrimi i zotit Grenell që në një vlen, për shembull për të kalumen, po tash zhvillimet kanë ecë dhe duhet me i reflektu këto zhvillime, pra nuk mund të thuash që janë më ekip, në fundit këta janë më ekipet kundërta, edhe po shihet që janë, edhe kjo është realitet, edhe unë besoj që duhet ta reflektojmë gjithë, po në të kalumen ka pas vërejtje prej nsioneve, edhe prej niveleve, gjitha niveleve të nsioneve amerikane për marrëdhëniet e vështirësuara me Kosovën, edhe është ndërprej dialogu strategjik. Edhe atë është ndërprej edhe duke thekshu direkt të marrëdhënien me kryeministin, për shkak të kryeministit Kurti. Pra ka shumë zhvillime të tilla. Mirë po unë shpresoj që të gjithë do të ecin me kohën, se këto kanë ndodhur, tash të smujna, për shembull smuj sot mushil sikurse para 10 dite. Është një situatë krejt e re. Është situatë e re, por gjithsesi Grenell